Shaqir Lutvia, i akuzuar për krime lufte në burgun e Prizrenit, u soll të hënë në gjykatën themelore të Prishtinës. Në gjykimin që po shkon drejt fundit, radha i erdhi vlerësimit të provave nga gjykata. Pesh në vendimarrje, prokurori Ilir Morina tha se ka një raport informues i bashkangjitur me një CD, ku i akuzuari dëgjohet duke folur me dikë rreth rastit. Diskuton për krimet e luftës në Prizren, dhe rapporti që po gjykoheshin për këto krime në Kosovë, ky flet pikërisht për një të arrestuar të regionit të Prizrenit. Trupi gjykues mori vendim që raporti të administrohet si provë, por pa u dëgjuar CD-ja. Ndërsa avokatja e të akuzuarit, Jovana Filipović, si prova tha se duhet të administrohen 3 aktvendime të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë që mbajnë të dhënat të Lutvias. Me që dokumentet ishin të fotokopjuara dhe pa burime të detajuara, prokurori kishte dyshime se a janë origjinale. Në mëdyshe ishte edhe trupi gjykues, andaj vendosi të mos merren parasysh. Kërkesë tjetër e saj ishte të konsiderohet si provë materiale edhe një postim në rrjete sociale që dikush e kishte hedhur në kohën kur u arrestua i akuzuari. Avokatja pretendon se fytyra e klientit të saj u postua për identifikim. Është publikuar me njëherë pas arrestimit të akuzuarit me vendosin e fotografive të tij, ashtu që dëshmitarët eventual ta identifikojnë kryersin. As kjo provë nuk u konsiderua e vlefshme nga gjykata. Lutvia, nga zona e Dragashit, akuzohet nga Prokuroria Speciale se gjatë periudhës 1998-1999 në cilësinë e inspektorit dhe policit në stacionin policor në Prizren, individualisht dhe në bashkëkryerje, kishte aplikuar masa represive të vrasjes, arrestimit, rrahjes, maltretimit dhe trajtimit njerëzor ndaj shqiptarëve.